Kosova po hyn në periudhën më të nxehtë politike. Zgjedhjet e reja parlamentare që priten të mbahen më 28 dhjetor, po konsiderohen nga analistët si referendum mes vazhdimit të qeverisjes, së vetëvendosjes apo rikthimit të partive tradicionale në pushtet. Lidhur me këtë, për bota sot ka folur njohësi i proceseve zgjedhore Blerin Buriani, i cili analizon skenarin e mundshëm dhe paralajmërimet për rezultatet që mund të përmbysin gjithë skenën politike. Buriani thot madje se disa parti të mesme mund të përballen me rrezikun real në këto zgjedhje. Të dyjat në rrezik për të kaluar pragun. AAK-ja, me 9 shkurt të ndihmuar nga Nisma, ka arritur bindshëm ta kalojë pragun, kësaj here nuk i dihet çfarë mund të marrë AAK. Janë 4.5% të sigurta, edhe pse Ramushi konsideron se e kalon pragun pa problem, por të shohim, thekson Buriani. Sipas tij, këto zgjedhje janë shumë më tepër se sa një votim i radhës. Këto zgjedhje do të jenë referendum. A do të përcaktohet qytetari të votojë opozitarët apo sërish LVV-n, edhe pse VV-ja e ka humbur kredibilitetin publik, shprehet ai. Buriani nënvizon peshën historike të procesit zgjedhor të ardhshëm. Do të jenë zgjedhjet më të rëndësishme që nga pas lufta, ku qytetari është në sfidë të madhe. A i vlen me votu VV-n kot apo me ju kthye të vjetërve të demokracisë, LDK, PDK e AK, deklaron ai. Në vlerësimin e tij, eksperti jep edhe versionet e mundshme për rezultatin. LDK-ja shkon në 19-20%, PDK-ja 22%, AAK 4.5 deri në 5%, Nisma bie nga loja, VV-ja 38% deri 40%, pres rënje të lehtë, përfundon Buriani. Fushata zgjedhore në Kosovë ka hyrë në një fazë të re dinamike pasi partitë kryesore politike në vend kanë publikuar listat e tyre të kandidatëve për zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit. Të gjitha subjektet garojnë me 110 kandidat në garë, ndërsa secila prej tyre ka shpallur prioritet filozofinë dhe përfaqësimin që synon të sjellë në Kuvendin e Kosovës. Në vijim renditen listat dhe përzgjedhjet kryesore të çdo partie, ashtu siç janë prezantuar zyrtarisht nga kryetarët e tyre. Kryetari i PDK-s Bedri Hamza publikoi listën për 110 kandidatësh të kësaj partie, të cilët do të garojnë për ulse në Kuvendin e ri. PDK mban numrin rendor 130 në flet votim, ndërsa në 10-ën e parë vjet re një kombinim figurash politike me përvojë, ish ministra, diplomat dhe profesionist në fusha të ndryshme. Në top 10-ën e PDK-s bëjnë pjesë kryetari i saj Bedri Hamza, ish kandidati për Prishtinën Nuran Ismaili, Vlora Çitaku, Enver Hoxha, Arben Mustafa, Besa Kabashi Rama, Rahman Rama, Eman Rahmani nga lista për familjen, Sala Jashari dhe Kujtim Gashi. Me këtë përbërje, PDK synon të projektojë një qasje më teknike dhe të fokusuar në qeverisje profesionale. Prezantimi i listës shoqërohej me mesazhe për stabilitet, zhvillim ekonomik dhe konsolidim institucional, që partia i konsideron si prioritete të domosdoshme për Kosovën. Ndërkohë, kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku e cilësoi listën e re zgjedhore si listën e shpresës, duke theksuar se përfaqëson një ekip me integritet, profesionalizëm dhe përkushtim ndaj qytetarëve. Sipas Abdigjikut, strukturimi i listës së Lidhjes Demokratike të Kosovës është bërë duke balancuar përvojën politike me energjinë e gjeneratës së re të aktivistëve dhe profesionistëve. Top 10-ja e LDK-s përbëhet nga kryetari Lumir Abdigjiku, Kujtim Shala, Hykmete Bajrami, Doarsa Kica Xhelili, Lutfia Ziri, Abdullah Hoti, Anton Quni, Jehona Lushaku Sadriu, Ferida Gani dhe djali ish presidentit Ibrahim Rugova, Uk Rugova. Abdigjiku deklaroi se LDK-ja synon që përmes kësaj liste të rikthejë vendin në normalitet, të rivendosë stabilitetin institucional, të japë frymëmarrje ekonomisë dhe të garantojë orientimin euroatlantik të Kosovës. Ai u shpreh i bindur se me qetësi, dije dhe përkushtim LDK-ja do të synojë fitoren më 28 dhjetor. Ndërkohë, në krahun tjetër, Lëvizja Vetëvendosje ka prezantuar gjithashtu listën e saj të plot për zgjedhjet parlamentare. Lista kryesohet nga kryeministri në detyrë Albin Kurti, ndërsa më njëherë pas tij renditet Glau Konjufca. Në këtë listë përfshihen emra të rëndësishëm të skenës politike të kësaj partie ndër vite, ministra aktuale dhe aktivistë të lëvizjes. Top 10-ja e Lëvizjes Vetëvendosje përbëhet nga Albin Kurti, Glau Konjufca, bashkëkryetaria e partisë Guxo Donika Gërvalla Zhvarc, Avni Dehari, Albulena Haxhiu, Ekuran Murati, Xhelal Zveçla, Mimoza Kusari Lila, Hajrullah Çeku dhe Shqipe Mehmeti Selimi. Vetëvendosja theksoi se lista e saj synon të pasqyrojë përfaqësim të gjerë shoqëror, profesional dhe gjinor, duke sjellë në fushat figura me përvojë qeverisë së dhe të reja që synojnë të kontribuojnë ndryshimit që partia pretendon se ka nisur në mandatin e saj.
Ndërkohë, edhe AK-ja e Ramush Haradinajt ka bërë publike listën e kandidatëve për deputet. Haradinaj ka theksuar se Kosova ka nevojë për përfaqësues që qëndrojnë vendit në krah në çdo rrethan dhe se lista e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës simbolizon seriozitet, përvojë dhe vendosmëri. Top 10-ën e AK-s e kryeson vetë Ramush Haradinaj, ai ndiqet nga Besnik Tahiri, Time Kadriaj, Bek Berisha, Arber Tolaj, Albana Bytyqi, Pal Lekaj, Gani Dreshaj, Djelza Kukaj dhe Agim Çeku. Ndërkohë në 10-ën e parë të AK-s mungon Daut Haradinaj. Vetë Ramush Haradinaj bëri të ditur se 1/3 e kandidatëve janë renditur sipas votave të zgjedhjeve të kaluara, ndërsa 2/3 përmes shortit si rezultati një vendimi të Këshillit Drejtues të partisë. Sa kaq, edhe kreu i nismës Fatmir Limaj ka publikuar listën e plotë të kandidatëve për deputet, duke konfirmuar se partia do të garojë vetëm në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Sipas Limajt, lista përfaqëson një ekip të balancuar midis përvojës dhe energjisë së re. Top 10 që e nismës kryesohet nga Fatmir Limaj, më pas vinë 2 ish-deputetet Xhevairi Ismaku dhe Arberesh Krasniqi. Ato pasohen nga Mevludin Krasniqi, Endrit Çala, Albulena Balaj Halimaj, Artan Imani, Çerkin Dukolli, Jehona Rafshi Lumi dhe Naat Mustafa. Limaj u shpreh se nisma synon të prezantojë një alternativë të qëndrueshme në skenën politike dhe të ofrojë zgjidhje për sfidat me të cilat përballet vendi. Me publikimin e listave të plota të kandidatëve, fushata zgjedhore pritet të intensifikohet, ndërsa qytetarët do të kenë mundësinë të njohin më mirë ekipet dhe prioritetet që çdo parti sjell në garë. Zgjedhjet e 28 dhjetorit pritet të jenë një nga garat më të rëndësishme politike të Kosovës në vitet e fundit, me rivalitet të fortë ndërmjet partive kryesore të vendit.